Steven Shpendi është ndërshëlmuesi shqiptar më produktiv gjatë këtij sezoni. Sot shënoi golin e radhës në sfidën mes Empolit dhe Mantovës që u mbyll 2-2. Shpendi rihapi ndeshjen në pjesën e dytë pas golit me kokë. Empoli më pas shënoi edhe një herë për të fituar një pikë në javën e 30 të serisë B. Goli i Shpendit ishte 11-ti në kampionat për këtë sezon. Më mirë kanë bërë vetëm Pohjan Palo me 20 gola dhe me 13 gola është italiani Durante. Steven Shpendi asnjëherë nuk është ftuar te kombëtarja shqiptare. 22 vjeçari ka luajtur më parë me ekipin U21 Kuqezi.